Starton takimi, të parët me topin janë lojtarët Mysafir. Topi është fituar nga Smaçi. Prapa rrezikshëm, Aliu ka përfituar goditja 1-0. Malisheva kryeson minuta e parë, 53 sekonda eksaktësisht për këtë e përsitë të vendasve. Çfarë gabimi në atë top të kthyer Prapa. Xhaka. Topin e ka gjetur përpara, mundësia tani është goditja 2-0. Tjetër gol për Arlind Veliun. Çfarë 10 minutë që jashtëzakonshëm për të. E përsi komode tani për skuadrën e Malishevës, sërish shënon Veliu. Zogaj me kokaj top mjaft i mirë, Idiatas, Aliu në qendër, mundësia tani, Gjylani sa bukur, Diata, mundësia, super pritje nga Haxhi Hamza. Shpëton nga goli i tretë. Aliu e mbrin këtë top, nuk pati ndërhyrje të mirë nga Ojer Sarjegi, brenda zonës është, Aliu e shtyn topin përpara, kryen hapësirë, provon goditjen jashtë. Një tjetër shans për Aliu. Topi luajtur në krahun e djathtë. Topi mirë shumë për Ukën brenda zonës, mundësia tani Uka. Ka pritur portieri Akpan, shansi i dytë. U ngatruaj, humbi momentin Akpan. Tani tjetër tentativ, bllokohet e Smaçi. Çfarë shansi ishte për të hapur sfidën. Kreshnik Uka. Vazhdon aksioni në shtyllën e dytë ky top. Nuk e mbrin Çakon. Uka. Prapa. Ojer Sarjegi me arkimin e mirë. Goditja me kokë, jashtë. Çfarë rasti mirë ishte për Jeton Krasniqin. Nuk ja doli ta shfrytëzonte këtë rast Veliu. Topi në qendër, tani mundësia është për Ferrati për të realizuar golin e tretë. Ferrati, jashtë. Drejt zonës ai topi, kthyer në qendër, mundësia për Ukën, goditja e ka pritur. Avdyli por ka penalti. Ka parë pamjet, Kastrati kthehet në terren dhe s'ka penalti. Në këtë mbyllë sfida fiton Malisheva 2-0 përballë Drenicës. Gjithçka vendoset brenda 10 minutave të parë kur në sekondën e 53 shënoi Veliu për 1-0.